të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Cilë kanë qenë burimet e të ardhurave dje dhe sot për kastratin? Në fakt është mirë të mos e ndajmë përkufizojmë kastratin, sepse edhe kastrati edhe secila prej maleve të malësisë kanë jetu me njëri tjetrin. Nëse një kastratas e ka pas gruan prej hotit dhe ka kenë në vështirësi ekonomike, ata fëmijë kanë vdek për bukë, sepse buka ka ardhur prej dajave dhe anasjelltas, nëse ata nuk kanë pas me hangër, miku ka siguru buken. Ka pas një unitet të jashtëzakonshëm për sa i përket, se thush, ecurisë, vazhdimësisë së jetës, me i dhënë dorë njëri tjetrit, me e përkrah. Me thënë, kjo pjesë ka kenë një model për shoqërinë njerëzore. Po nuk më the burimet e të ardhurave me bujqësi, blegtori ose peshkim? Atëherë, burimet e të ardhurave kryesisht kanë kenë blegtoria, që ka kenë ajo kryesorja, sepse nëpërmjet blegtorisë kanë patur bylmetin, kanë patur veshmathjet, kanë patur gjithçka tjetër që është kenë quajtë, si thush, të ardhura të domosdoshme për nevojat biologjike. Nga ana tjetër ka kenë edhe bujqësia, por bujqësia ka kenë jo shumë e zhvillume, për sa kohë ishte, do të tregoj një detaj, ne sot edhe kushtet klimaterike i kena më të favorshme për sa i përket edhe bujqësisë, edhe blegtorisë. Aso kohë dimrat janë kenë shumë të vështirë, tokat kanë kenë më pak, do të thonë nëse sot në kohën e monizmit janë qelë tokat e reja, aso kohë ka pas bashtina krejt të vogla. Është kanë shumë vështirë me punu e me jetu me bujqësi. Por ata kanë gjetë mënyrën se si me jetu, do të thonë kanë punu, ka pas, po them nga 2-3 antarë të familjes, të cilët kanë shku e kanë punu në zonat e Nën Shkodrës, ku ishte beriqeti, dhe për hak punët ata kanë kërku, kanë marrë, po them beriqetin, që ta kenë për familjen. Ajo që i ka vështirësu edhe më tepër, më fal, ajo që i ka vështirësu edhe më së shumti atë pjesën e mbijetesës së tyre, për marrë një aspekt, për me blujt bukën në mulli, ta imagjinosh nga kastrati, me marrë në krah, ose me kal, kush ka pas, me shku me blu në rjoll, që rjolli i bje me kenë, po thuj se gati në theth, se po marrë thethin në vija irore, dhe është dasht me shku atje të shevi rjollit, me blu në mulli, me ardhë sërisht me thes në krah. Ne aty nuk e na pas, sepse për me kriju një mulli, duhet pa tjetër mullinin dhe vojonicën, se janë 2 teknologji të cilat janë kënë të domosdoshme përsa i përket nevojave familjare, dhe mullin kanë kënë vetëm e ujë për efekt se, për shembull, edhe sot e kësaj dite, në qoftë se bluhet me teknologji me korrent, ai mund të jeti ushqyshëm jo më shumë se 1 muaj, sepse illnohet edhe nuk është më i ngrënshëm. Kurse ato që i kanë blu me ujë, ato ka kenë gjithmonë, domethënë për 12 muaj, edhe nëse është rujt, ai ka kenë në magje ka nejtë shumë i pastër, shumë i freskët. Shumë faleminderit. Po, një pyetje tjetër lidhur me folët pak ju edhe sollët shembuj se tregojnë pra gërmimet arkeologjike, kalat tregojnë një lashësi të madhe të kastratit. Populli i kastratit është autokton apo kanë daton në një datë dhe dihet origjina e tyre? Atëherë, përsa i përket kësaj pyetje është nështë përgjigje alternative, përsa kohë kena gjithë të emigrimet, lëvizje që ka pas gjatë periudhave të ndryshme, por ajo që dihet me saktësi, kastratësit e moqëm, ata kanë kenë autokton. Dhe kastratësit dihet që kanë marrë emrin, e kanë marrë nga Kështjella, pra nga në kohën romake, është quajtur Kështjell, nga Kështjell në dialekt ka marrë këtë kastrum, që do thotë kastrat. Pra kjo është lehtësisht e vërtetuar, sepse kjo
ky fenomen ose ky emërtim ka në shumë vende, pretendohet që kena lidhje, por jo. Të gjithë ato vendbanime ku ka pas një kështjellë romake, kanë marrë këtë emërtim, që mundet mos kenë asnjë lidhje mes vedit. Ama këtë emërtim e kanë marrë sepse ata vetë na kanë identifiku si kastratas, pra si banor që janë rreth zonës së kështjellës. Dhe për sa i përket vjetërsisë së kësaj popullsie, gjatë kësaj periudhe që kalon ushtria e Stefan Tushanit, një pjesë dhe vriten, digjen, ke parasysh një pjesë e madhe edhe ikin. Kanë ikë në zonën e Reçit, kanë ikë në zonat malore, pretendohet që edhe familja Skënderbeut me shumë të tjerë kanë ikë në Mat, kanë ikë në zonat e Pukës, në zonat verit lindore, atje ku ishte, si thush, vende ku nuk ishte rrugë nacionale. Zakonisht ato kanë gjetë si mbështetje ose vende ku mund të fshiheshin. Dhe masi ka kry kjo, do të thënë, kjo betejë, kjo përballje dhe ka filluar të qetësoj, të paqohej situata, një pjesë e madhe tyre janë kthy. Dhe nuk janë vendos në zonën fushore, sepse ishte shumë e frikshme, por kryesisht janë vendos në zonat, si thush, në ballinat e maleve, që me kanë shumë afër edhe me pjesën e zonës fushore. Për sa i përket, po them, vendbanimeve që ne sot, ata kanë zbrit si një nevojë shtimit të popullsisë dhe nevojës për ushqim. Kjo i ka çuar dhe i ka detyruar të zhvendosen aty ku ka burime natyrore. Dhe kjo ka bërë që të popullohet dhe të mbipopullohet zona e Kastratit. Ne kemi patur fatin e mirë të njohim shumë personalitete nga Kastrati, në Shqipëri, në emigracion, por do të ishte mirë, ju jeni një historiane mrekullueshme, keni një artikullim jashtëzakonisht mirë, edhe unë jam me fat sot që kam në bisedë, jo vetëm për televizionin edhe për zonën e Kastratit që ju po sillni gjëra të mrekullueshme, por për gjithë shqiptarët që ju shikojnë, përfitojnë shumë. Cilët janë personalitetet që kanë qenë dhe janë aktualisht nga Kastrati, disa prej tyre që ju mendoni në fushat të ndryshme? Të them të drejtën, në Kastrat ka pas shumë personalitete, por... Mos vuran pozitë vështirë? Jo, urdhëro. Diçka tjetër. Zakonisht malsorët nuk janë identifiku me emra. Shtëpia e filanit. Po me shtëpia, po okej, dakord. Shkolla e filanit. Po. Dhe këto personalitete, që me të vërtet kanë pas shumë vlera, nuk bëhet fjalë për sot, që ne numërimin e fillojmë nga uni. Më herët thote, në qoftë se e pyeste dikush, kush je ti? Nuk thote se jam filani, por thote jam i biri i filanit. Dhe kjo na ndikon shumë në çështjet historike. Sepse ne kena shumë personalitete të cilat ndoshta në dokumenta zyrtar gjinën ose i përmenin sot në trashëgimin gojore, por është shumë e vështirë të përcaktojmë, sepse ne shumë kohë mund gjejmë, po them, një personazh që e dim se ka kënë në atë ngjarje, mundet që edhe ka vdek në atë ngjarje, por emërtohet si biri i filanit. Dhe kjo është shumë e vështirë, por njëkohësisht nxjerr në pallë diçka tjetër, se si i kanë, si thush, dhanë prioritet autoritetit të babës. Kullës gjithashtu. Dhe këtë gjë Kastrati, jo vetëm Kastrati, të gjitha malet e Malësisë së Madhe e kanë pas këtë, si thush, modestin në prezantim. Që për mu ka një vlerë të jashtëzakonshme për çka edhe menoj që duhet ta ketë një vend të rëndësishëm për sa i përket prezantimit figurativ ose të jetë si një pikë referimi për të dëshmuar vlerat e Kastratit dhe në këtë aspekt ndoshta mund të themi, sepse më herët është kënë bërë një përgatit për një përmendor me vu Nën Terezën. Nuk e di se si ka ndodhur ngjarjet fiks tek pjesa e shpellës së Frashët dhe mendoj që masanejna mbi
çdo lloj lëvizjet politike që është bë, figurët e kastratit duhet të fillojnë nga arti. Sepse për sa i përket pushkës, asaj sopatës, shpatës, kena shumë figura të njohura, por ai që bën kthesen për me identifiku një autoritet kulturor, ne kemi Lukaçin. Lukaçi është një nga tenorët më të mëdhenj botnor, për çka krenohet kushdo që e njeh botën e artit, krenohet me këtë figurë dhe ne na mungon në prezencë. Dhe po të ishte aty, mendoj që për ne kastratasit do të ishte një vlerë krenarie. Do të kishte një krenari kastrati, edhe për ata fëmijë që ndoshta nuk e din se kush ishte dhe pse ka këtë vlerë. Pra, mendoj që krahas këtyre që kanë dhënë kontributet e jashtëzakonshme për mbrojtjen e trojeve, kanë dhënë jetën, figura e tij do të na bonte, si thosh, do të na krijonte një identitet tjetër më të rëndësishëm që është edhe kultura shpirtërore. E shumë të tjerë si ky, sepse të përmesim emra pastaj ka plot. Zgjidhja juaj, unë do të falenderoj të shkëputa nga rrëfimi juaj për trashëgiminë kulturore, por mendoj se ishte një bisedë, një informacion që me interes jo vetëm për kastratin, por edhe për ne gjithë shqiptarët e tjerë që i dëgjojmë, edhe të them me sinqeritet, unë nuk dinja kisha kaq njohuri për kastratin. Të falenderit shumë për gjithçka që solle. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thatë. Kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin.